Mjeku zbulon të vërtetën, një lugë kos në mëngjes trajton këto sëmundje në kohë rekord. Kosi është një nga ushqimet e bulmetit më të konsumuara për shqiptarët. Ai nuk bëhet kur i mërzitshëm sepse mund të kombinohet në mënyra të shijshme dhe të ndryshme. Kosi mund të hahet me të ëmbla, me të kripura, në mëngjes, në drekë ose edhe në darkë, si një vakt i lehtë, me përfitime të mira për mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Kosi është një produkt shumë i pasur me minerale të kalciumit, magnezit, vitaminës B12, vitaminës B2. Në këtë video do të mësoni më shumë për vlerat e kosit në organizëm dhe përfitimet befasuese të ngrënies së tij në mënyrë të rregullt në dietat tuaja ditore. Ndaj mos nguroni ta keni pjesë të konsumit tuaj. Kosi është i mirë për sistemin tretës. Kosi është një produkt i cili mund të konsumohet në menunën tuaj ditore, veçanërisht në vaktin e parë të ditës. Ai mund të mbrojë sistemin tretës nga toksina dhe bakteri të ndryshme. Madje ai qetëson edhe sistemin e rënduar dhe gjithashtu lehtëson problemet që mund të sillen si pasojë kapsllëkut. Kosi është një produkt fantastik për të përmirësuar imunitetin tuaj në tërësi. Kosi ka aftësinë të mbrojë imunitetin, ta bëjë atë më të fortë. Imuniteti është më i fortë sepse kosi është i pasur me minerale të dobishme të tilla si zinku, magnezi dhe seleniumi, shumë të rëndësishme këto për aktivitetet tuaja ditore dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Kosi është një produkt që mund të ndikojë pozitivisht në tensionin e lartë të gjakut. Sipas të dhënave të Healthline, konsumi i kosit do të ndihmojë në eliminimin e kripës së tepërt nga organizmi. Në këtë mënyrë, kosi do të ndihmojë gjithashtu edhe në uljen e tensionit të lartë të gjakut dhe përmirësimin më të mirë të shëndetit tuaj të zemrës. Kosi është një produkt fantastik në betejën kundër infeksioneve. Kosi është veçanërisht një aleat i grave sepse parandalon gjithashtu dhe mykun dhe infeksionet. Kosi përmban laktobacile, baktere të cilat frenojnë edhe rritjen e infeksioneve. Sigurisht përfshirja e këtij produkti në vaktet tuaja ditore do të jetë një mundësi e çmuar e organizmit në betejën kundër komplikacioneve. Do të nxjisë një mbrojtje më të mirë të imunitetit dhe do të ofrojë gjithashtu një lehtësim kundër këtyre shqetësimeve. Kosi është shumë i mirë për shëndetin tuaj të kockave. Një filxhan me kos do të ofrojë 275 mg kalcium. Për këtë arsye, konsumi i kosit që në mëngjes mund të ulë gjithashtu edhe problemet e kockave siç janë frakturat. Kjo pasi ato do të pasurohen me mineralet të nevojshme, të cilat i mbajnë më të forta. Kosi ofron probiotik shumë të rëndësishëm edhe për shëndetin tuaj të stomakut. Kosi përmban probiotik të cilat do të eliminojnë mikroorganizmat nga sistemi juaj tretës, duke evituar kështu edhe komplikacionet e tij. Kosi përmban probiotik që eliminojnë mikroorganizmat të tretjes. Nëse vuani nga fryrja e stomakut ose diarrea, është e këshillueshme që në dietën tuaj të shtoni kosin. Kjo pasi përfitimet kryesore që do të merrni prej konsumit të tij do të jenë gjithashtu një përzgjedhje shumë e veçantë ushqyese në mbrojtjen e organizmit dhe lehtësimin e këtyre shqetësimeve. Shtimi i kosit në vaktin tuaj ditor do të luajë një rol të mirë edhe pas aktiviteteve fizike në trupin tuaj. Proteinat që gjenden te kosi japin muskujve aminoacidet që ju duhen atyre për të rimëkëmbur pas një aktiviteti të caktuar fizik. Pas këtij të fundit, energjia e trupit është gjithmonë në rënje dhe mund të keni humbur shumë minerale përmes dirsitjes. Prandaj kosi është një produkt fantastik që mund të shtohet në dietën tuaj pas një aktiviteti të caktuar fizik. Kosi është i mirë si një produkt fantastik për të rënë nga pesha. Kosi përmban pak kalori dhe për më tepër fal konsumit të tij, qelizat e yndyrës prodhojnë më pak kortizol, gjë që do të nxjisë organizmin të humbasë më shumë kilogram dhe të mbrojë gjithashtu shëndetin tuaj në tërësi. Ekspertët e Healthline këshillojnë kosin si një prej përzgjedhjeve më të mira ditore për të marrë këto përfitime dhe për të evituar komplikacionet. Kosi është i mirë gjithashtu për shëndetin tuaj të dhëmbëve.
Kosi i mbron në dhëmbët tuaj nga kavitetet e mundshme, duke i siguruar atyre një forcë më të madhe. Ai përmban acid laktik që i mbron mishrat e dhëmbëve nga mbetjet ushqimore dhe bakteriet e mundshme. Sigurohuni që kosin ta keni pjesë të dietave tuaja ditore dhe përfitimet që do të merrni prej tij do të jenë të larmishme. Kosi është një produkt fantastik për higjienën tuaj personale dhe si i tillë mund të ofrojë një mbrojtje më të mirë edhe për lëkurën e fytyrës. Maskat me kos mund të jenë një përzgjedhje shumë e mirë për të ndryshuar edhe shëndetin e lëkurës suaj. Ai mund të përmirësojë dukjen e saj dhe të parandalojë krijimin e poreve dhe shqetësimeve të ndryshme të cilat lënë edhe rrulla. Kosi është një produkt që mund të ndikojë pozitivisht në shumë aspekte të shëndetit tuaj. Mjafton që ta përdorni si duhet dhe rezultatet që do të merrni do të jenë në të mirë të shëndetit tuaj. Kosi është një nga produktet më të mrekullueshme për të konsumuar si nga të rriturit, gjithashtu edhe nga të vegjëlit. Kjo edhe falë përfitimeve ushqyese që ai do të ofrojë në mbrojtjen e shëndetit. Ai prodhohet nga fermentimi i qumshtit dhe është i pasur me proteina, kalcium, vitaminën B6, vitaminën B12 dhe probiotikët e rëndësishëm. Sipas ekspertëve të Healthline, në këtë video do të rendisim disa nga përfitimet kryesore që do të merrni nëse shtoni kosin në vaktet tuaja ditore. Kosi është i mirë për shëndetin tuaj të stomakut. Kulturat e gjalla të kosit janë efektive kundër konstipacionit, diarrez, inflamacioneve të zorëve, problemeve të zorës së trashë e të tjera. Këto produkte mund të forcojnë imunitetin dhe ta mbajnë stomakun tuaj edhe më të fuqishëm nga infeksionet. Shtimi i kosit është një produkt fantastik edhe në shëndetin tuaj kundër osteoporozës. Brishtësia e kockave mund të vijë si pasojë e ndryshimeve hormonale ose edhe mungesës së vitaminës D dhe të kalciumit. Kosi është i pasur me kalcium dhe konsumi ditor i tij në mënyrë të rregullt mund të përmirësojë kështu strukturën tuaj të kockave. Kosi është një përzgjedhje shumë e mirë për persona të cilët do vuajnë nga tensioni i gjakut. Studimet kanë konfirmuar se produktet e bulmetit kanë në aftësi të rregullojnë tensionin tuaj të gjakut. Me sasinë e duhur të produkteve me pak yndyrë, risku i tensionit të lartë të gjakut do të bjerë me të paktën 50%. Kosi është i mirë për personat që duan të humbashin peshën e tepërt trupore. Kosi është një aleat shumë i mirë i trupit për të kufizuar kalorinë. Ai ruan urinë, nepsin edhe nga ushqimet e ëmbla. Ndaj konsumi i tij në mënyrë të rregullt në dietën tuaj mund të jetë një aleat shumë i mirë i trupit tuaj nëse doni të përmirësoni peshën tuaj trupore dhe të mbani larg komplikacionet e saj. Kosi do të ofrojë vitaminat e duhura për trupin. Kosi përmban fosfor, kalium, jod dhe zink, vitamina B5, gjithashtu dhe vitamina B12. Kjo e fundit është një produkt fantastik i rëndësishëm për rruazat e kuqe të gjakut, duke lehtësuar inflamacione dhe duke nxitur organizmin tuaj në të rësi. Kosi është një produkt fantastik edhe kundër ftohjes. Kur imuniteti është i fortë, do të mund të mposhtni viruset ose bakteriet e ndryshme që i kanosen atij. Konsumi të paktën 150 deri në 200 gram kos çdo ditë mund të jetë një aleat shumë i mirë i organizmit në betejën kundër këtyre shqetësimeve. Ndaj konsumi mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë për shëndetin tuaj. Kosi është i mirë për shëndetin e lëkurës. Ju mund të aplikoni gjithashtu maskat me kos si një përzgjedhje mjaft të mirë ushqyese për shëndetin e lëkurës dhe të lehtësoni komplikacionet e saj. Ekspertët e Healthline këshillojnë përdorimin e kosit në maskat e bukurisë edhe për të përmirësuar elasticitetin dhe bukurinë e lëkurës suaj. Ndaj përfitoni nga rasti dhe shtojeni atë vazhdimisht në vaktet tuaja, madje mund ta përdorni edhe në maska bukurie. Të njëjtat përfitime mund t'i merrni edhe për shëndetin tuaj të flokëve. Kosi është i dobishëm kundër flokut të thatë, edhe do ta forcojë atë. Ai forcon edhe flokun tuaj dhe parandalon edhe zbogthin. Sigurohuni që kosin që shtoni në dietën tuaj të jetë sa më natyral dhe mundësisht ai përgatitur vetë për të marrë këto përfitime. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos e zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.